Fuqia e luftës së ftoftë kishte trokitur në dyert të Kosovës. Lufta gjeopolitike e fuqive të mëdha ishte kryqëzuar në Kosovë. Alarmi për një luftë botërore kishte shkaktuar frikë në diplomacinë botërore. 11 qershor 1999, futja e trupave ruse në Kosovë dhe rreziku për përballjen me trupat e NATO-s do të jetë tema për cilën do të flasim këtë javë në emisionin Vojash. Si ndodhi që trupat ruse u futën pa paralajmërim në befasi në Prishtinë, menjëherë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës? A kishte dieni NATO-ja për këtë lëvizje? Kush thot se pa ndonjë marrëveshje ndërmjet fuqive të mëdha, rusët nuk do të bënin këtë ndërhyrje? A kishte ekzistuar rreziku i luftës së tretë botërore? Diskutim në studio me Avnis Pahiun, gazetar dhe diplomat, Ibrahim Gashi, historian, si dhe Fadil Hadërgjonaj, general në pension. Mos e humbisni këtë emision, dedikuar çlirimit të Kosovës. Takohemi të dielën në orën 20:05 në Radio Televizionin e Kosovës.